WTF? Hey njerëz, mirë se erdhët në WTF Daily Show. Çfarë ka ndodhur këtë javë në showbizin shqiptar? Dhe në fakt do ta nisim pikërisht me një Insta story të cilin Sara Gjordeni e ka publikuar në Instagramin e saj dhe me një herë nisën të gjitha aludimet në portale që mund të ketë një krizë në marrëdhënien e Sarës me Bardhin, madje është aluduar që edhe mund të jenë ndarë. Por le ta shikojmë çfarë ka publikuar Sara. Natyra njerëzore është e tillë që paqe gjen vetëm tek qetësia. E tillë është edhe kjo periudhë për mua. Do postoj moral, ndoshta as pak, derisa të gjej sërish arsyen dhe rrugën e dur drejt shumë gjërave që më takojnë t'i di e t'i njoh. Gjëra të cilat nuk do doja t'i ndaja me ju në këto momente. Nuk dua intervista, nuk dua pyetje, dua vetëm mirëkuptimin e të gjithëve ju. Ju dua si gjithmonë, Sara. Në fakt mund të jetë edhe një problem që Sara është duke kaluar në jetën e saj dhe jo domosdoshmërisht një ndarje me Bardhin, ne thjesht urojmë që rikthimi i saj të jetë sa më shpejt dhe Sara të jetë sa më mirë. Ndërkohë lajmi tjetër ka të bëjë pikërisht me Fifin. Fifi aludohet se do të jetë pjesë e jurisë së X Factor Kids. X Factor Kids do të rikthehet në ekranin e TV Klan në drejtimin e Vera Grabockës dhe Alketa Vejsiut dhe është aluduar pikërisht emri i Fifit si një nga anëtarët e jurisë. Ne i urojmë sukses e Fifit në këtë rrugë të re televizive, por të mos na harrojë të na sjelli ato materialet shumë të bukura muzikore. Nga ana tjetër, Florian Binaj ka shpallur kandidaturën e tij për kryetarin e bashkisë në Tiranë. Florian Binaj ka bërë një postim të gjatë në Instagramin e tij ku thotë se kandidatura ime është një thirrje për të gjithë ata që besojnë tek përfaqësimi qytetar, pa ndasi politike me fokus te shërbimi ndaj komunitetit. Të majtë të djathtë, me apo pa parti, jemi të gjithë banorë të këtij qyteti që meriton më shumë. Në postimin e tij ai theksoi arsyet që kanë shtyrë të ndërmarrë këtë hap, duke vënë theksin te nevoja për një përfaqësim të drejtë qytetar dhe jo partijak në krye të qytetit. Në fakt Floriani është njohur për kritikën e tij ndaj qeverisë aktuale, ndërsa ne na mbetet thjesht i urojmë sukses e Florit në këtë rrugtim të ri politik që ai ka ndërmarrë. Nga ana tjetër, Mikela Pupa dha një intervistë e cila bëri shumë bujë në media dhe në rrjetet sociale. Ajo foli pikërisht për prishjen e marrëdhënies me shoqen e saj, Efi Dhedhes, dhe këtu nuk mund të rinte pa reaguar vet Efi. Ajo bëri disa postime në Insta Story ku her pas here hidhte ndonjë ironi dhe ndonjë kunjë ndaj Mikela Pupës dhe intervistës që ajo dha. Efi tha se sa më shumë njerëz të flasin keq për ju, aq më shumë ju jeni në rrugën e duhur. Dhe e mbylli mesazhet e saj në Insta Story duke thënë se një nga frazat më të bukura të jetës është kur ndalon së qeni viktim, kur ndalon së fajsuarit të tjerët për problemet që ke në jetë. Në fakt unë këtu dua të shtoj diçka. Mikela në asnjë moment nuk luajti rolin e viktimës, madje në asnjë moment nuk ofendoi shoqen e saj. Ajo thjesht u shpreh se kishte ndodhur diçka gjatë shtatzanisë, të cilën e kishte mërzitur dhe për këtë arsye ajo nuk fliste më me Efin. Dhe me këto lajme ne do ta mbyllim Dailyn dhe për sot dhe do të shihemi sërish në episodin e radhës. Pafshim! Ándale!